Në një atmosferë të ngrohtë dhe me pjesëmarrje të gjerë, kandidati për deputet i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj zhvilloi një takim me banorët e fshatit Llakatund, ku shqetësimet dhe shpresat e këtij komuniteti u përqendruan kryesisht tek legalizimet, si dhe investimet në sistemin e kanalizimeve dhe ujitjes së tokave bujqësore. Sinaj në fjalën e tij u shpreh se fati politike hodhi në një zonë tjetër për 2 mandate, por i njeh mirë nevojat e kësaj zone, duke nënvizuar angazhimin e tij të pandërprer për të qenë në shërbim të qytetarëve. Deputeti Sinaj tregoi se zyrat e tij kanë qenë të hapura për çdo qytetar, duke dhënë zgjidhje për rreth 4000 çështje. Jam këtu për të dëgjuar e për të diskutuar dhe përfaqësuar të gjithë ju denjësisht, u shpreh Sinaj. Unë në Llakatund nuk vi si deputet i zakonshëm, po vi si mik, si vlla dhe si shok. Fati politik më hodhi në një zonë tjetër dhe jo në këtë zonën tuaj, për 8 vitet e mparshme. Dhe ju kam ndjekur duke ju parë nga Armeni se qa bëj me Llakatundin. Ajo që më shqetësonte ishte avall unë që lash biznesin edhe më njanova familjen dhe ju përkushtova politikës, do isha i Zoti t'ju ktheja shpresën atyre njerëzve. Pas 8 vjetësh arrita që të kisha një rezultat në atë zonë. E di mirë nevojat e zonës në çdo cep, çdo qoshe. Pse erdhi gjithaj respekti atyre njerëzve ndaj meje? Kërkonin premtime njerëzit dhe unë nuk premtoja, por vetëm një gjë premtova, që telefonin tim që e kisha pronën time do ta gjenin hapur 24 orë. Dhe ju thash se do kthehem prap në zonë direkt mbas zgjedhjeve, që t'i falenderoja për rezultatin. E bëra u ktheva mbas zgjedhjeve dhe jam kthyer sa herë ata kanë pas probleme dhe shqetësime. Ju shkoj për të mira dhe të këqija të gjithëve në shpira, sipas zakonit që ka shqiptari. Kjo ishte një nga arsyet që unë ndihem sot i vlerësuar nga ata, se mbajta fjalën që u dhash. Më lindi ideja të ndërtoja një zyrë juridike me jurist që t'u sqaroja problemin dhe t'u zgjidhja hall. Edhe leku nuk të dhimbësit kur shikon që njerëzit kanë hall, kanë shqetësim, kanë një problem që s'ja u zgjidh njeri. Nuk kanë mik, se jemi mësuar që të kesh një mik. Jo. Unë doja të isha miku i të gjithëve dhe doa të jem miku i të gjithëve, doa të jem shoku i të gjithëve dhe vllai i të gjithëve. Për mua të gjithë ata njerëz që janë në Vlorë, në qarkun e Vlorës, janë të gjithë njësoj. Pra ajo zyra ime që hapa unë atje në Vlorë, rinde hapur nga e hëna deri të shtunën dhe priste përcillte dhe zgjidhte probleme të gjithë qytetarëve që vinin atje. Pash që në zona të ndryshme të qytetit në periferi, gjeta banorë të zonës Lumit Vlorës nga Koculi, që s'kishim pse rinin më atje, sepse Koculi është asfalt deri në Kocul, është bërë dhe rrugë Poçemit. Nga Akropishti nuk kam se të rinë më atje. Nga Karbonari s'kam se të rinë më, nga Armeni jo ajo. Nga Tërbaçi, nga Kuçi nuk kam se të rinë më. Pra, pash që kishte defekte pune, siç mund të ketë dhe këtu në Llakatund. Prandaj kam ardhur sot këtu që të flas me ju, të bisedoj me ju, që në rast se ju duhet dhe keni nevojë, ju mungon deputeti që ju hap telefonin. Në rast se ju mungon deputeti që ju vin këtu për të qarë hallin tuaj. Në rast se ju mungon deputeti që të vi këtu për të zgjidhur problemet që ka Llakatundi, unë do të isha i gatshëm të vija këtu. Dhe kjo varet se si do ta gjykoni ju me votën tuaj në 11 maj. Ju e dini shumë mirë, besoj, që unë rrogën time nuk e kam marrë si deputet. Duke përthirrje për mbështetje në zgjedhjet e ardhshme, ai përmendi se programi i Partisë Socialiste mbart prioritete që prekin drejt për drejt interesat e banorëve të zonës dhe duke shtuar, më jepni mundësinë t'ju përfaqësoj me dinjitet, ashtu siç kanë bërë më parë, e së bashku ta çojmë përpara zhvillimin e kësaj zone. Me një listë të hapur për të ardhmen e Shqipërisë, për atë që e keni dëgjuar shpesh Shqipërinë Europiane, e cila nuk është një slogan fushate, por është një realitet. Do të jap 3 arsye që unë mendoj për ta besuar antarësimin në Bashkimin Evropian. E para, për herë të parë në samitin në Tiranë. Në datën 16 mbas zgjedhjeve bëhet një samit tjetër akoma më i madh i Këshillit Politik të Europës. Bëhet dhe samiti NATO-s 2027 në Tiranë. Do kemi një Vlorë të lidhur me tren, një Vlorë plot me turistë, që kishim turistë dhe do kemi përsëri turistë. Do thoni ju, o vullnet, ne kemi hallin e baditjes së tokave, po edhe turistët kanë pjesën e tyre. Në qoftë se e doni deputetin nga Armeni, që të vinë në Llakatund në këmbë, dhe të mos ketë nevojë të marrë makinë për të ardhur në Llakatund si qytetarët tuaja, votoni emrin tim dhe do jeni të sigurt që telefoni im do t'ju përgjigjet në çdo moment. Jeni të sigurt që do jem këtu në Llakatund për të zgjidhur problemet siç i kam zgjidhur në fshatin tim. Thuaj Ivani dhe shokëve të tjerë. Raportet me administratat të mia do jenë kërkesë llogarie për të bërë punën e njerëzve të thjeshtë.
Ju falenderoj shumë për këtë pjesëmarrje dhe për këtë mbështetje. Unë do t'i nderoj dhe do jem personi që do u gjendem për çdo gjë.